Jemi rikthyer në këtë maraton elektorale këtu në ekranin e Vision Plus. Na është bashkuar tashmë Miguel Gjeraxhi. Përshëndetje Miguel, faleminderit shumë që u riktheve pas maratonës deri në mesnat. Po, e lam së bashku në shifrat 83 mandate për Partinë Socialiste, 51 mandate për Partinë Demokratike, 3 Partia Social-Demokrate, 1 mandat Shqipëria Bëhet, 1 mandat Partia Mundësia, 1 Lëvizje Bashk dhe nuk ka prodhuar ende 1 mandat Koalicioni Euroatlantik dhe Djathtas për Zhvillim. Koalicioni Euroatlantik ka marrë deri tani 5451 vota dhe Djathtas për Zhvillim 1643 vota. Ishte pritshme, prisje më shumë, të paktën deri tani nga forcat e reja, forcat e vogla. Kam përshtypjen që e pritshme nuk ka qenë për asnjë. Domethënë njerëzit e ndërtojnë pritshmëritë e tyre në varësi të orientimit të sondazheve. Sondazhet nuk tregonin këtë rezultat. I nxirrnin partitë e reja më mirë, po edhe Partia Socialiste më poshtë. Ajo që ka ndodhur është që Partia Socialiste duket që ka një mazhorancë kushtetuese dhe kjo shpresoj të mos mbetet e tillë, ndërkohë që partitë e vogla 83, 94 Fëmis absolute. 84 është për ndryshimet me 3 pestat. Okej. Kushtetuesi është 94. Nuk po flasim për mbret, domethënë nuk ndryshon dot formën e Republikës, po afër është afër. Me votën e diasporës. Bën plot gjëra, vendos një seri të institucionet e pavarura, elemente. Nuk do kandidoj njëri tjetër, do kandidoj vetëm unë edhe miru pafsh. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që është problematike, duket që ka një kapitullim total të Partisë Demokratike, udhëheqja e zotit Berisha me këto historitë e lasi vitës që na servirje na pataksi gjithë këto muaj nuk i ka funksionuar edhe duhet bërë një analizë e mirë. Mund të përdorin edhe argumentin që edhe në 2020 Trumpin e votën. Dhe pastaj erdhi më i fuqishëm në 2020-2024. Ja ta them unë, kjo ka mbaru. Po aludoj. Mos aludojnë fare. Po aludoj. Aludon me të drejtë sepse kjo narrativ po ngrihet nga Partia Demokratike vjedhje vot. Ore kur të vjen të vjedh Partia Kundërshtare të vjedh mandatin e 71. Nuk të vjedh 83-in tani. Jo, ai do të më ka vjedhur mandatin e fundit në çdo qark. Po kjo është, pa ne po them kur vjedhen votat. Çdo qark, pra nëse ke 12 qark, 12 mandate ka bërë diferencën. Po çfarë do të thënë, kur themi vjedhet votat do të thotë që ka një kosto. Nëse pse do paguash koston? Pse do po dhe në aspektin e nuk ka eficiencë as vjedhja dhe vjedhja nuk vjedhet një gjë që s'të duhet. Do të thënë nëse të duhet qeveria dhe do të shtatë një vota, nuk do shkosh të argjosh lek për të marrë të 74, 75, 76. Nëse vide do të thotë që ti paguan dhe ke kosto. Aniti nuk do të krijosh kosto vetes për të marrë një gjë që s'duhet. Nuk nopet. Me sa duket, se tani po e bëjmë kështu për qesharake, me sa duket e pas kemi pasur kësmet Europën. Ka dhe një problem të madh, se mirë që fiton, por problemi im i madh është që kryeministri Rama ka fituar me një slogan Shqipëria 2030, që do të mos bëj asnjë gjë në 2029, kur mbarojnë procesin. Ka dhe një vit ko. Ore ka fituar një mandat ku ka të drejtë dhe mos bëj asgjë. Sepse ka premtuar 2030, pa duhet veç shqiptarëve dhe ti thotë që kur të vëmë ne ti kërkojmë llogari në 2029 pse si bëre gjërat, po do të thonë ne kam marr mandatin për ta bërë në 2020 në 2030. Pristi edhe një vit edhe. Nuk është tamam kështu. Po s'është tamam kështu, po mirë, ndani qëndrimin që sepse kalon 2027 për çështjen e hapjes së gjithë kapitujve. Po tani këtë hapjen negocimit të gjithë kapitujve, pastaj është në vullnetin e shteteve anëtare se çfarë do të bëjë Shqipëria, po se kalon. Po do dalë ndonjë gjë, do thonë jo utshmë në filan, jo konteksti gjeopolitik tani ne jemi mësuar, ne kemi bërë luftën në Ukrainë, Shqipëria në Europë ka pasur e para Partia Demokratike në 90-ën. Nuk është një slogan, nuk është një slogan që 97 që po e gjejmë për herë të parë. 30 vjet mbrapa po. Në këtë kuptim është fati keq. Po dhe opozitarizmi në thelb në vendin tonë duhet të ndryshojë bibliotek patjetër. Ore nuk shkojnë me, duhet ndryshojnë dhe fjalor, duhet ndryshojnë gjithçka. Duhet ndryshojnë figura, po edhe slogane. Mori peng këtë gjithë retorikën e Partisë Demokratike e mori peng. Doli në një qark atje, tha qyryk. 2 javë gjysmë opozita, ku gjithë thot ky qyryk.
Si që duhet opozitën se çfarë thot ai? Po mirë, se sigurisht në fushat elektorale do ta përdorin. Po nuk bëhet ashtu fushat elektorale. Ti ja imponon ti si opozitë, ja imponon ti si opozita ti diskursin politik. Ti del me stafin tënd, me ekipin tënd dhe thua po, kjo është bërë gabim. Mendoj që ja ka ndikuar se dolan me program elektoral. Qa program? Kush program Sali Berisha është programi? Kush do jetë ministri i infrastrukturës? Kush do jetë ministri i drejtësisë? Kush është stafi Sali Berishës? Dini ju kush është stafi Sali Berishës? Qofse Flamur Noka, staf qeverisës, ose do jetë qeveria e nesër me PD-s, do ishte Flamur Noka, ta thoshte, kam Flamur Nokën. Ok, mirë, shkojmë pak në një lidhje direkte me Frosinën e cila është në KZAZ-ën që i përket kam përshtypje Bashkisë së Himarës, po Frosina do të më thotë më tepër detaje. Përshëndetje, Mirdita. Përshëndetje, Provera, kënaqësi që ju përcjell informacionet nga Vlora. Shumë kënaqësi, Frosina. Referuar rezultatit, nuk e ditë se del sëri kështu, referuar rezultatit në Bashkinë e Himarës, në KZAZ-ën 89. Një KZAZ me 36 qendra votimi dhe me numër zgjedhësish 21.527 shteta. Rezultati është nga 36 kutit e votimit, Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka marrë 2.370 vota, Partia Socialiste 3.196 vota, në një diferencë pra të dyja partitë e mëdha 826 për Partinë Socialiste. Ndërkohë, Partitë e reja kanë marrë 668 vota, ndërsa të pavlefshme janë numëruar 214 vota. Për jetës së vërtetës, kjo bashki është ndër të parat të themi në rrethin e Vlorës, jo në qarkun, në rrethin e Vlorës, e cila e ka mbaruar në kohën më të shpejt numërimin. Edhe pse dhe ata ju nënshtruan një pushimi, por bën pushim më të shkurtër. Ndryshe nga KZAZ e Bashkisë Vlorë, që ka nisur rinumërimin rreth 11:30. Ndërkohë, nëse vetemi përsëri tek Himari, ta krahasojmë pak me zgjedhjet e 2021-shit. Rezultatet janë këto. Në 2021, Partia Socialiste ka marrë 3.447 vota. Partia Demokratike ka marrë 1.854 vota, dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, siç ishte atëherë, sot Partia e Lirisë, 341 vota. Me numrin e zgjedhësve nuk jam dot e rakorduar, sepse po më thonë që Bashkia e Himarës aktualisht që ka këtë numër zgjedhësish, 21.547, në 2021 duhet ta ketë pasur më të lartë, pasi në këto zgjedhje parlamentare është hequr numri i diasporës, i atyre që votojnë nga diaspora. Kjo është situata për Bashkinë e Himarës. Bashkia e Selenicës, me që jemi një rreth, do të filloj shumë vonë numërimi. Do të filloj rreth orës 13 për shkak të disa divergjencave që kanë pasur komisionerët. Frosina, Vlora duke të paktën deri tani, ndërsa po shkojmë drejt gjysmës kutive të numëruara, duket se poruan të një të ndarje mandatesh si në zgjedhjet e 2021-shit, 8 për Partinë Socialiste dhe 4 për Partinë Demokratike. Dua të pyes pak për forcat e reja politike. 4 për Partinë Socialiste. Po. Për Partinë Socialiste, 4 për Partinë Demokratike. Shqipëria bëhet ka deri tani 2084 vota, Partia Mundësia 1235 vota dhe Koalicioni Euroatlantik 160 vota. Të theksova për Koalicionin Euroatlantik sepse një kolegu jonë, zoti Kulluri, garon është djathas për zhvillim, ndjes. Është djathas për zhvillim, që ka 78 vota, ndjes. Se janë bërë ka shumë copa nga PD-ja se ngatrojmë njëre dhe ngatrojmë edhe emrat. Dy forcat të cilat kanë më shumë, dy forcat të cilat... Që keni dhe ju të azhurnuara nga KTZ-ja, nuk del koalicioni Euroatlantik. Mundësia Shqipëria bëhet
Arlin Qori, mendoni që ka mundësi njëra nga këto dy forca politike, Partia Mundësia ose Koalicioni Shqipëria bëjt që të përfaqësohet në parlament me një mandat, apo jo? Unë po do dëshiroja shumë për partitë e reja, por sa shoh numërimin që ka ndodhur në KZAZ e Bashkisë Vlorë deri në orën 6 të mëngjesit të sotëm, kanë shumë pak vota për të arritur një mandat. Gjithsesi mbetet për të parë, sepse nuk janë rinumëruar të gjitha votimet. Të falenderoj shumë, Frosina, për këtë raportim, së bashku me Indritin edhe me Migenin do të bëjmë një analizë të shpejt të gjitha qarqeve të Shqipërisë për të marrë edhe një këndvështrimin tuaj. Tirana. Atëherë Tirana 19 mandate, Partia Socialiste 14, Partia Demokratike, pothuajse forcat e vogla, Partia Mundësia, Socialdemokratë, Shqipëria bëhet, Lëvizja Bashk prodhoi nga një mandat. E pritshme apo kishte pritshmëri të tjera? Mendoje që mund të kishte në një forcë tjetër që mund të prodhonte mandat? Jo, unë kam qenë gjithmonë skeptik në lidhje me rezultatet që jepnin sondazhet për këto partitë e reja, sepse mendoj duke njohur edhe, duke qenë pjesë e strukturave, duke njohur edhe mënyrën pak a shumë se si orientohen votuesit ditën e votimit. Polarizohet vota. Votuesit, domethënë, kanë dëshirë ose kanë vullnet që të decentralizohet skena politike dhe të bëhet më fragmentarizuar, por kur vjen puna për të votuar e kanë qartë orientimin, janë tradicional, domethënë ato që kanë votuar gjithmonë. Kanë votuar të njëjtin njerëz. Domethënë kanë votuar, është ajo që kemi diskutuar, nuk ka dalë grija. Dhe prandaj kjo është situata. 170.000 votat që mungojnë janë ata që mund të bënin diferencën edhe që nuk kanë pas asnjë interes sepse e kanë humbur interesin për politikën. Ndërkohë, Partia Demokratike është në rezultatin e 2023-shit pak a shumë, pak më poshtë se rezultati i 2023-shit me kandidatin Këlliçi. Shumë dobët, realisht, shumë dobët, duke pas konsiderat dhe LSI-n, kishe 17 mandate në 2021-shin, PS-ja 18. Në memorandumin e Kuçit, që është bërë dhe institucion tani memorandumi i Kuçit, Edi Rama nuk i dha mandat në listën e sigurt, domethënë në rezultatin e sigurt të tij. Ata që ishin 100% i sigurt, 78-ën, i la 18. Edhe kjo lidhet edhe me faktin që ai nuk kishte pritshmëri të ndryshimit rezultatit në përqindje për sa kohë që kishin ndodhur edhe arrestimi kryetarit të bashkisë edhe një gjë interesante që elementet më të fortë. Dua të shikoj këtu tek për shembull Partia Socialiste në Tiranë ka 50.594 vota deri tani. Partia Demokratike ka 37.548 vota. Pra diferenca mes të dyjave është 13.000 vota. 13.000 vota. Shiko, ka një detaj interesant. 13.000 vota që janë 5 mandate. Jo, po është në perspektiva, jo, se është në përqindje, se ti nuk e ke rezultatin përfundimtar. Jo. Ajo është projekcion, mandatet janë projekcion aktualisht. Se thot, nëse PS-ja ka 50%, edhe PD-ja ka 35%, thot me 35% kur të mbaroj gjithë numrimi, do nxjerrim maksimumi 14 mandate. Që edhe mund t'i nxjerri, edhe mund mos t'i nxjerri, se do parë tani se nuk e di se sa nga këto kuti janë të njësisë 5, se janë këto Stalingradet pastaj që është... Ka një detaj interesant. Për Partinë Demokratike, pothuajse në të gjithë Shqipërinë nuk i hyn në punë lista e hapur. Që do thotë vetëm në Kukës 1 dhe në Lezhë që është i treti. Dhe përjashtim bën Tirana. Tirana, mos gaboj, 12 është lista e mbyllur, dhe në lojë janë 2 mandate në listën e hapur. 37 veta luajnë për 2 vende. Dhe një mandat është... Sa është njësia 5? Ja numëruar 13 nga 96... Do me thënë, 35% që është lartë PD-ja. Dhe është 1.400 vota për Partinë Demokratike, 2.239 vota për Partinë Socialiste. Po ta themi, qoftë se PD-ja mbakte rezultat është mirë, do me thënë. Unë dyshoj që edhe 14 me shumë gjas do humbi rrugës, do firoj rrugës, po nuk janë hapur bastionet e të majtës. Pesa, kombinati, nuk janë hapur njëshi. Ka ndryshuar kombinati, se nuk ka qenë dikur bastionit të majtës, po ka vite që është kthyer në bastionet të majtës. Tani unë që kur baj mend, Bujar Nishani ka fitur i fundit atje, në 2005. Kam qenë 17 vjeç atëre. Po,
që në bazë asaj nuk kemi parë ditë bardhë. Po jo, po kur e shikojnë që një mandat është në lojë në listën e hapur, nga Partia Demokratike, do më thënë, mbetet vetëm mandati i Ilir Metës, që mendohet që gjitha energjitë e Partisë Liris do shkojnë për atë. Doktor Ilir Alimi Meti, me sa kam parë unë, nga rezultatet. Ajo është dëshira ime, po duke ditur që energjitë e një partie ka shkuar të një individ, ndërkohë që energjitë e Partisë Demokratike kanë shkuar të shumë individ, mund të krijojnë avantazhe. Marim, kuptojmë se cili është rezultati në Vorë, në bashkinë e Vorës, po. Do të shkojmë tani direkt për të kuptuar se si është ndarë vota në Vorë. Në fakt është e çuditshme, është një nga... Okej, duhet i kem në telefon. Për t'ju njoftuar më tej se si... Okej, doli Vora dhe njësia 10. Presim pak çaste derisa të mësojmë se cili është rezultati. Ajo që dua të... E kemi ndërkohë në ekran tabelën e njësisë 10, por unë nuk arrim dot ta lexojmë nga një distancë të tillë, kështu që ose duhet presim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që ta ketë, ose mund të shkojë tek rezultatet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk e di nëse e kanë reflektuar. E ka Vorën, Tirana. Okej, jemi në Vorë. Partia Demokratike ka arritur të marrë 4.803 vota, 33.93%. Ku në Vorë? Në Vorë. Shumë mirë, super rezultat. Lëvizja Bashk 142 vota, 1%. Lëvizja Atëdheu 25 vota, 0.18%. Partia Koalicioni Euroatlantik 109 vota, 0.77%. Partia Socialiste e Shqipërisë 8.082 vota, Partia Demokratike 57.09%. Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet 206 vota, 1.84%. Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare 25 vota, 0.18%. 220, Partia Socialiste e Shqipërisë 5.304, Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet 319, Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare 31, Partia Aleanca Demokracia e Re 7, Koalicioni Djathtas për Zhvillim 97, Partia Mundësia 694, Partia Social Demokrate 222. Këto janë totale për KZAZ-ën 41, Ilësia Administrative 10. Po për kandidatët? është 10. Kjo është 10. Ato kandidatët do dalim në vazhdimsi. Kemi vetëm listën e për rezultate për partitë, koalicione dhe kandidatë e pavarur. Në vazhdimsi do të thot tani, i presim tani apo në një moment të Kur të mbarojnë, kur të filloj lista e kandidatëve, atëherë do dali dhe ato të tjerat. kthej edhe një rezultatin final. Pranvera, do ta shfaqim edhe një rezultatin final të njësisë 10. Më dëgjon? Po të dëgjoj Raimonda, do ta lexosh ti apo ta lexojmë ne nga studio? Po nëse ju mund të arrini ta lexoni është okay, po nëse jo, atëherë do ta na informoti, edhe pse tashmë është një informacion I cili është I pasqyruar në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, gjithsesi e dëgjojmë nga ju. Zgjedhim qarkun që është Tiranë, Bashkia Tiranë, edhe njësia administrative numër 10. Që dalin vota dhe në bazë me përqindje. Këtë është total. Për subjektin. Po. Po Raimonda të dëgjoj. Atëherë Pranvera se sipas rezultatit final. Të lexojmë dhe ne nga studio. Okej, si të doni, por rezultati final për subjektet politike në njësinë 10 që është edhe votimi dhe numërimi elektronik, për asikundër e konfirmoi zyrtarisht më në fund edhe KZAZ-ja numër 41 këtu në shkollën Qemal Stafa, mbas 15 orësh nga mbyllja e orarit zyrtar të procesit të votimit. Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka marrë 3.498 vota apo 32.3%. Lëvizja Bashk ka marrë 397 vota apo 3.7%
3.8%. Lëvizja Dheu ka marrë gati 28 vota. Partia Koalicioni Euro-Atlantik ka marrë 220 vota, Partia Socialiste e Shqipërisë ka marrë 5.304 vota, apo 29.03%. Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet ka marrë 319 vota, ndërkohë Aleanca Kombëtare Shqiptare 31, Partia Aleanca Demokracia e Re 7 dhe Koalicioni Djathtas për Zhvillim 97 vota. Ky ishte pra rezultati final për partitë politike në njësi numër 10, ndërkohë sipas konfirmimit zyrtar që na bëri dhe kryetari I kësaj KZAZ-je, pak më vonë në një moment të dytë do të dalin edhe votat pra për kandidatët që kanë marrë kandidatët e votuar në këtë njësi numër 10 që sipas informacioneve kemi në këtë zonë zotin Fatmir Gjafaj, pak nga Partia Socialiste, dhe Edith Harxhi nga Partia Demokratike. Zoti Gjafaj ka qenë ndër më të votuarit në zgjedhjet e 2021-shit në njësinë 10. Por ndryshe nga herët e tjera pranvera kur prisnim rezultatin final të votimeve, kishte kandidatët për deputet ishin këtu në KZAZ, ajo që shohim sot është se jo vetëm zoti Gjafa, por asnjë nga subjektet politike nuk është prezent. Ndoshta edhe për shkak të faktit se vendimi për të zyrtarizuar rezultatet erdhi mbas shumë orë pritjesh, fillimisht u tha një herë se do të zyrtarizohej në orën 8 të mëngjesit, më pas në orën 11 dhe vetëm tani arrit të bëhej zyrtar. Po shkojmë drejt orës 12. Ndërkohë me që se jemi live, tani po del zotëria për të na bërë zyrtare, besoj, kandidatët. Okej, po I shikojmë, po I dëgjojmë me vëmendje. Po. Përshëndes Nisida. Lutem na ngrini pak audion në studio. Në këtë momente rezultatet për kandidatët në njësinë numër 10, pasi po dalin në këtë momente rezultatet për kandidatët në listat e hapura. Afro pak djali, afro djali. Djali, afro pak, lutem në mikrofon. Po Nisida se sa po publikohen, të lutem duhet të presim të pak minuta. Po, lexoj gjitha. Kemi tani do prezantojmë listën për kandidat për çdo individ. Ju lutem futuni se po del lista e kandidatëve për Me radhë. Subjektet janë koalicioni parë sipas renditjes nga 1/11 apo 11 subjektet. Fillojmë subjekti parë, koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Janë total 3.498 vota, edhe pjesët e lista me kandidat që kanë marrë secili sipas renditjes që kanë... Pra, më I votuari që ka zoti Ilir Ali Mehmeti me 848 vota. Shikojmë, jo, shikojmë? Po. Nuk ka renditje sipas... Zoti Ilir Ali Mehmeti është më I votuari. Po. Por më I votuari votat janë 820. Sipas tabelës. Kemi interes për disa emra, Raimonda. Më pas, Një sekond pranvera sa t'i shikojmë të plota. Lorida Tabaku ka 600. Kanë 72 persona kanë zgjedhur, nuk zgjedh kandidat. Lorida Tabaku ka 590 vota pranvera. Pas Ilir Ali Mehmetit, një sekond. Partia Lëvizja Bashkë 398 vota total dhe lista me kandidatët. Kjo është Lëvizja Bashkë. Lëvizja Bashkë. Total 397 vota. kush e kryeson tek Lëvizja Bashkë, të lutem? Nuk e di. Zgjer vetëm pjesën. Blerta Aliaj 95 vota. Nga Lëvizja Bashkë, Blerta Aliaj me 95 vota kryeson këtë forcë politike. Po tek koalicioni Shqipëria Bëhet. Subjektin si kandidat nuk kanë... Do t'i presim rast pas rasti, pranvera. Do presim me durim. Pritëm kaq orë për këtë rezultatin e njësisë 10 edhe vorës, kështu që
Kemi pritur 16 orë për këtë rezultat, kështu që edhe pak minuta. E treta në rend është lëvizja Adleu, me 28 vota total. Kandidat janë 13 që nuk janë zgjedhur. Kalojmë te partia Koalicioni Euro-Atlantik, 220 vota për subjektin. Atëherë, Raimonda, që të mos presim ndërkohë, sepse interesi është shumë i lartë, unë po i lexoj vetë në studio emrat e kandidatëve dhe votat që kanë marrë ata përkatësisht, sepse është i renditur në bazë të numrit të votave që ka marrë. I 80. I pari është Ilir Ali Mehmeti me 848 vota. E dyta është Jorida Tabaku me 590 vota. I treti është Ilir Metaj me 226 vota. E katërta është Lili Sula me 159 vota. E pesta është Adriana Kalaja me 126 vota. E gjashta është Ilda Zhulali me 134 vota. E shtata është Edith Harxhi me 132 vota. Grigel Smuçollari është i teti me 121 vota, Salvador Kaçaj me 110 vota, Akil Kraja me 88 vota, Myslim Urizi 67 vota, Elton Roshi 66 vota, Altin Goxha 65 vota, Giulia Xhekaj 58 vota, Dhurata Çupi 49 vota, Albi Jahelezi 48 vota, Mimoza Hadarmataj 47 vota, Ede Maga 24 vota, Aslan Dojani 22 vota, Jonathan Pano 20 vota, Shpëtim Idrizi 38 vota, Lisandër Hoxha 37 vota, Mhill Gecaj 33 vota, Erisa Bajaziti 28 vota, Kreshnik Çollaku 27 vota, Arjan Hoxha 26 vota, Petrit Doda 25 vota, Sali Shehu 20 vota, Loranca Hoxha 14 vota, Julia Iliriani 14 vota, Arnold Kariqi 14 vota, Petrit Gjorgji 11 vota, Besim Kuka 11 vota, Eduard Qaqa 10 vota dhe nuk besoj se po vazhdoj me kandidatët e tjerë se... Për shembull Vora, Myslim Urizi është i pari nga partia. Po, qëndrojmë njëherë tek njësia 10. Lëvizja Bashk, nëse keni interes, është Blerta Aliaj me 95 vota, Alfred Berberi 29 vota. O s'ka rëndësi këta se këta nuk janë listë hapur? Jo, këta janë lëvizja, kjo është... Bashk nuk ka listë hapur, jo. Ka listën e mbyllur. Në rregull. Edhe këto janë... Kojmë tek lëvizja Atudheun, apo nuk është se Francesco Çomeni me 3 vota është më i votuari. Partia, jemi te Koalicioni Euro-Atlantik. Eduard Kelmendi 89 vota, Pullum Seferi 31 vota, Lulzim Basha 29 vota, Neli Demi 12 vota, Taulanda Jupi 8 vota, Oriola Pampuri 6 vota. I lëm pas për të kaluar tani tek Partia Socialiste e Shqipërisë. Fatmir Gjafaj 1722 vota, Erion Braçe 624 vota, Ervin Hoxha, Ministri Brendshëm 376 vota, Blendi Gonxha 321 vota, Julinda Dhame 217 vota, Anila Denaj 173 vota, Mimi Kodheli 159 vota, Ornaldo Rakipi 137 vota, Olta Gjashka 136 vota, Blerina Gjulameti 123 vota, Pandeli Majko 103 vota. Po e lë tek numri 11 sepse poshtë kësaj liste nuk besoj se shkojnë më. Okej. Ndërkohë jam të gjitha këto informacione keni mundësi ti shikoni edhe keni mundësi të shikoni edhe në aplikacionin e Vision Plus, ku është lista e mbyllur edhe lista e hapur. Në listën e hapur keni përkatësisht dhe votat. Lash Partinë Socialiste, lexuam Partinë Demokratike, shkojmë tek Partia Mundësia, ku është me më shumë vota Edison Abazaj me 220 vota, Sidorela Dervishi
52 vota, atëherë kam një informacion. Kam një informacion nga regjia që në qarkun e Tiranës janë të përmbledhura votat si të njësisë 10, ashtu edhe të Vorës. Pra është totali i votave që kanë mbledhur kandidatët në të dyja këto njësi. Kështu që unë po i rikthem dhe njëherë Tiranës nga fillimi për të parë në total se sa vota kanë marrë kandidatët në këto dy njësi, në njësinë 10 edhe në Vorë. Shkurtimisht do të merrem vetëm me 10 emrat e parë. Jemi tek Partia Socialiste, shkojmë te lista e hapur. Blendi Gonxha, 5028 vota. I dyti është Fatmir Gjafa, 1875 vota. I treti Erion Braçe, 909 vota. Ervin Hoxha, 614 vota. Ronaldo Rakipi, 567 vota. Xhemal Qefalia, 350 vota. Anila Denaj, 324 vota. Ylli Shehu, 389 vota. Julinda Dhame, 268 vota. Pandeli Majko, 262 vota. Mimi Kodheli, 195 vota. Kam përshtypjen nga gratë e Partisë Socialiste, nëse do duhet që të futen 2, është Anila Denaj dhe Julinda Dhame, e nëse do duhet të jenë 3, të paktën sipas votimit që është deri tani, kalon edhe Mimi Kodheli. Jo 3. Mora maksimumin. Nga 19 mandate, 19 shtati ka, jo, 3 do jenë. Duhen 3, jo. Nëse ka 7 plus kuota, 3 bie të jenë... Po jo, 2 duhen. 2 për 1. E nënda do t'jetë, Shkojmë pak tek Partia Demokratike, që ka 14 mandate. Sa më mirë vajzat e gram më mirë. Atëherë, te Partia Demokratike, Ilir Ali Mehmeti, 1114 vota. Është i pari, Jorida Tabaku, 993 vota e dyta. Myslim Urizi, 753 vota, Aslan Dojani, 666 vota. Jam kurioze të shikoj edhe Grigel Smuçollarin, ka 161 vota. Ilda Zhulali, 169 vota. Nuk e di, Ilir Metaj, 320 vota. Pra nëse do t'i referojmë rezultateve të cilat janë deri tani, në parlament është Ilir Ali Mehmeti dhe Jorida Tabaku. Nga Partia Demokratike, nga koalicioni. Ilir Metaj qëndron jashtë. Partia Mundësia, e cila prodhon një mandat. Në listën e mbyllur është Agron Shehaj dhe është i vetmi që mund të shkojë në Parlamentin e Shqipërisë nëse i qëndrojmë të njëjtat rezultat. Shkojmë në Partinë Social-Demokrate, është një mandat, në fakt Partia Social-Demokrate do të shkojë me listën e hapur. Jo, listë mbyllur. Jo, në listën e hapur. Që kanë shprehur që do japin dorëheqje. Do japin dorëheqje dhe do shkojmë në listën e hapur. Okej. Se pas kam ditë informacionet. Mua më është ndërprerë, ndërkohë në këtë moment nuk e di pse nuk e hap dot më faqen, ndoshta nga regjia do të më ndihmojnë, do të vinë të më ndihmojnë. Por ishte Giulio, në mos gaboj, nuk e di, ishte një kandidat me emrin Giulio. I ke të hapura? Po, të kujt? Të Socialdemokrate. Giulio Zela, 120 vota. 120 vota, po... Tedi Mula, i dyti me... Shqipëria bëhet. Shqipëria bëhet. Për të parë... Sepse ata janë me lista hapur. Adriatik Lapaj, 253, Endri Shabani, 128. Pra kalon Lapaj në Tiranë nëse prodhojnë një mandat. Panajot Soko, 28. 28. Mirë, këto janë rezultatet e deri tani. Do më thënë unë... Bëjmë një analizë për këtë. Nuk do merë me emrat, se do merë me rezultatin. Të dali njësia 10, më dobët se çdel Vora, Vora ka dalë 33.93%. Njësia 10, po, njësia 10 ka dalë 32.5, 4% në mos gaboj. Përgjithsisht njësia 10, me sa më mbajmëntu, ka qenë orientuar e djathë. E djathë, qendra Tiranës ka qenë votet e PD-s, 8-a, 10-a, 9-ën, kim dalë shumë mirë herën e fundit. Unë nuk po them 7-ën, se 7-a është ka qenë bastionit të majtës, po 10-a, në këto nivele, është e frikshme, edhe ka dalë më dobet se Vora, e kupton? Vorë pa tjetër ka qenë i deleguar me Myslim Urizi, që
Një është një makineri elektorale, duket edhe ka dalë i pari. Me i votuari në vorë. Diferenca tani mes Partisë Socialiste edhe Partisë Demokratike është diçka tek 18.000 vota, 17-18.000 vota, ndërkohë që janë numëruar 420 nga 1282, pra është numëruar 1/3 e kutive, 19 mandate për oton Partia Socialiste në qarkun e Tiranës, 14 Partia Demokratike, 1 Mundësia, 1 Partia Social-Demokrate, 1 Shqipëria Bëhet dhe 1 Lëvizja Bashk. Kalojmë në Fier, deri tani nga rezultatet e deri tanishme është Partia Socialiste me 12 mandate, Partia Demokratike 4 mandate. Në qarkun e Elbasanit, numëruar 212 nga 508 në total, Partia Socialiste 10 mandate, Partia Demokratike 4 mandate. Në qarkun e Durrësit, Partia Socialiste 8 mandate, Partia Demokratike 6 mandate. Është ky pothuajse njëjti rezultat si në zgjedhjet e 2021-shit, kur janë numëruar 148 nga 493 kuti. Në Shkodër, 5 mandate Partia Demokratike, 4 mandate Partia Socialiste, 2 mandate Partia Social-Demokrate. 192 kuti nga 405 në total. Shkojmë në qarkun e Vlorës, 8 mandate për Partinë Socialiste, 4 mandate për Partinë Demokratike, 179 nga 429 të kutit të cilat janë në total. Jemi në qarkun e Korçës, ku Partia Socialiste ka 6 mandate, Partia Demokratike 4 mandate, janë numëruar 195 nga 422 të cilat janë në total. Pas pak do të kemë një lidhje tjetër direkte me qarkun e Fierit, aty ku është Ervin Sina, se ka dinamike dhe aty. Në Berak, 5 mandate Partia Socialiste, 2 mandate Partia Demokratike, diferencë shumë e madhe. Në vota ka 2 fishën e votave Partia Socialiste, ndërkohë që është numëruar 129 nga 275. Shkojmë në Lezhë, Partia Socialiste 4 mandate, Partia Demokratike 3 mandate, janë numëruar 91 nga 225. 4-3 për Partinë Socialiste është në dritë. Në Dibër, 3 mandate Partia Socialiste, 2 mandate Partia Demokratike, 4.600 vota diferencë është deri tani, kur është numëruar 81 nga 222. Blendi Klosi është drejtuesi politik për Partinë Socialiste, Xhelal Mziu për koalicionin Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Në Gjirokastër janë numëruar 123 nga 198, 3 mandate Partia Socialiste, 1 mandat Partia Demokratike, vetëm Tritan Shehu shkon në parlament nga qarku i Gjirokastrës. Shkojmë dhe tashmë në Kukës, ku nga 3 mandate, 2 shkojnë për Partinë Demokratike dhe 1 mandat për Partinë Socialiste, janë numëruar 80 nga 139 që janë në total. Nuk e di nëse kam Ervin Sinën në këtë lidhje direkte. E kam Sinën? Okej, në momentin që do ta kem Sinën, do lidhem me të për të diskutuar. Bëjmë një analizë se cilat janë qëra që kanë bërë diferencën më të madhe që ko shkojmë në këtë rezultat, ku Partia Socialiste shkon me 83 mandate dhe 51 për Partinë Demokratike. Ku ka humbur Partia Demokratike përveç Fierit, që ka diferencë kaq të madhe? Elbasani. Fieri, pra në Fier ka pasur 9, ka 12 tani, pra 3 mandate më shumë. Kam bërë të njerë, në 2017, që është rezultati me i dobet historik i opozitës, 2017 ishe 10 pëseja. Do më dhe në 2012 ne nuk e mendonim që mund të vende nga ana aritmetike, matematikore, nuk arriesh në vlerësimin tonë. Po që, po thyen dhe vlerësimet aritmetike. Është Fieri, është Elbasani. Po, edhe Elbasani, në të njëti standardësh, 10-4, nga 8-6. Nga 8-6. Këto janë dy, Durrësi vazhdon të jetë njësoj, 8-6 ka qenë në zgjedhjet e kaluara. Lezhë ka përmbysje që nuk besoj se ishte opozita ishte 10.000 vota para. Është shumë afër se një mandat shumë lehtë i rikuperueshëm, sepse është diku te 500 vota diferenca. Në 2021-shin ishte 15, domethënë duhet ishte 5-2, për 1500 vota ka humbur të 5 PD-ja në Lezhë. Tani ka ndryshuar 4-3 është. Edhe Shkodra është tragedi domethënë. Dibra ka kthyer gjithashtu. Jo ka fituar PS-ja. 4.000. Po me diferencë të zakonshme, domethënë kjo është e pashpjegueshme.
Korça nga një rezultat 5-5 me heqjen e mandatit ka përfunduar në 6-4, pavarësisht se PS-ja 6 ka pasur. 6 ka pasur mandat. Po ka qenë me 11. Edhe merrte, nga që kishte më shumë vota, merrte mandatin e fundit. Ndërkohë tani ka thelluar diferencën. Vlora nuk ndryshon, Gjirokastër nuk ndryshon, vetëm po të vej PD 18% që fatmirësisht deri tani është 30% me sa shoh. Edhe Tritan Sheu kishte thënë që kemi rezultat shumë pozitiv në Gjirokastër. Ishte 30%. Po e ka deklaruar? Po ka dalë, ka folur. E që është interesante që disa mandate edhe mund të kthehen nëse për shembull opozita do të ishte bashkë, edhe po të mbledhësh votën. Në kuptim bashkë. Në votën opozitariste, po ta tani jemi më të bashkuar, më të bashkuar, më të fortë, edhe tani jemi në garë. Në mitingun përmbyllës, Partisë Demokratike doli një vajzë që unë nuk e di se ç'ishte, dhe tha shqyr nuk fituam 2021, se nuk do ishim sot këtu. Je duke na thënë që po mungon vetëm deklarata faljush Edi Rama nuk është më kryeministër. Ajo po. Vetëm ajo po mungon. Po vetë 16 vjet, po u treguan të kujdesshëm te kjo. U treguan të kujdesshëm. Beteta tani ka filluar. Po edhe që nuk shpallën rezultatin fitues para pra. Që nuk dolën me njëherë nëse lidhe thoshin fituam. Inovacion ishte. Ka nga strategjisti këtë gjë. Jo, nuk ishte. Ka nga strategjistri pra, maturi ishte, se para 4 vjetësh dolën dhe shpallën fitoren. Ka nam dhe shampanja, po, kështu, spumante. Shkojmë të kësina. Për pagesën që ka marri, ka thënë, mos gëzoni para kohë, do gëzojmë në fund, kur t'hapen gjitha kutit. Sina, si është situata në Fier, në qarkun e Fierit? Pranvera, përshëndetje Pranvera. Përshëndetje sërish. Tani, taksierati studios që do duhet të rilidheni me ne, po kur ka zhvillime do lidhemi, s'kemi qa bët. E kemi knajsi. Jam duke punuar në kushte pak të vështira, të kërkoj shumë djesë, sepse për shkak ndoshta të interferencave, kam problematika me kufjen, por do të përpiqem ta shpjegoj në detaj atë që po ndodh në 3 ZZ e Bashkisë Fierit, veçanërisht këtu ku jam unë, në ZZ numër 60. Sigurisht e përmenda edhe më herët në lidhje dhe më parshme, ka pasur ndërprerje të procesit, u bë gati 60 apo 90 minuta që procesi është ndërprerje, ndoshta edhe më shumë. Unë ja shpjegova edhe në lidhje dhe më hershme që kemi pasur 2 qëndrime deri diku kontradiktore nga palët në lidhje me ndërprerje, po tani ka filluar të qartësohet pak gjëra. Që do thotë, unë pata një komunikim, fillimisht pata një komunikim në kryetarja e KZZ-s, e cila më lejoni vetëm pak për emrin, zonja Enkeleda Veliu, nën kryetare zonja Enkeleda Veliu, nën kryetare e KZZ-s numër 60 në qytetin e Fierit, pra këtu ku ndodhemi ne, në një deklarat për mediat, të cilën ne ja kërkuam, tha se ndërprerja e procesit të numërimit është bërë me kërkesën e antarëve të KZZ-s, antarëve demokratë KZZ-s, për shkak se ata ndihen tmerrsisht të lodhur dhe duan që të rigjenerojnë energjitë derisa të rifillojnë procesin me një dinamik më intensive në raport me kutitë që janë numëruar deri tani. Ka qenë një periudhë sfilitse, ka deklaruar zonja Veliu, kështu që është e nevojshme që ata që ndihen shumë të lodhur të zëvendësohen dhe të tjerët të pushojnë dhe të rinisin. Mirë po, pyetja sime që kjo deklarat e zonjës Veliu në një farë mënyrë nuk shkon në linjë të drejtë me bashkëbisedimin me pyetjen që i bëra zotit Luan Baçi pak më herët jashtë ZZ-s, teksa e pyeta se pse është ndërprerë procesi, më deklaroi që Partia Demokratike e shet nevojshme që të zëvendësojë disa numërues për arsye të veta. Por ndërkohë, zonja Veliu deklaron që bëhet fjalë për një lodhje të antarëve të KZZ-s. Pra janë deri diku 2 qëndrime të cilat nuk se shkojnë shumë në linjë me njëra tjetrën. E para kjo Pranvera. E dyta, kemi kontaktuar me Everest Dedaj, i cili është zëdhënës i Gazmend Bardhi, drejtuesit politik të Partisë Demokratike për qarkun e Fierit. Sapo komunikova me të dhe më konfirmoi zyrtarisht që Partia Demokratike ka marrë një vendim që në 3 ZZ e Bashkisë Fierit, 58, 59 dhe 60 të kërkohet ndërprerja e procesit, sepse antarët e KZZ-s Partisë Demokratike ndjehen të lodhur dhe duan që ta vazhdojnë procesin në një moment të dytë. Momenti dytë me gjas, sipas tyre, do të jetë dita e nesërme. Pra nesër në mëngjes që duket praktikisht po përdor një term që e përdor edhe në komendet e mia sportive, një çmenduri e vërtet. Kështu më duket personalisht. Insistimi ton
insistimi ton të vazhdueshëm edhe tek nënkryetaria e KZAZ-s në lidhje me këtë qasje të dyfisht, zonja Veliu patjetër në këtë rast pati të gjithë drejtën e saj të përgjigjej duke thënë që ky është qëndrimi im zyrtar, pra lodhja e anëtarëve të KZAZ-s, pra rikthimin në një moment të dytë. Qëndrojmë dhe pak këtu. Pas informacionit zyrtar që mora nga Everest Deta, që është zëdhënësi i Gazmenbardit, në ZAZ-ën 60 mbërritjet e drejtuesja politike e Partisë Socialiste zonja Belinda Balluku, e cila shprehur shqetësim në lidhje me gjithë këtë situatë dhe në prerjen e procesit, u shpreh kategorikisht kundër ndalimit të procesit, pavarësisht se nga faktorët e Partisë Demokratike këtu ku jemi ne, pati një qasje fillestare të tipit që ka një dakordsi mes antarëve të PS dhe antarëve të PD në KZAZ për ndërprerjen e procesit. Në fakt, një gjë e tillë, qartazi duket që nuk është e tillë, sepse edhe zonja Balluku u shpreh as pak dakord në lidhje me ndërprerjen e procesit, madje edhe me batut tha që nëse Gazi dëshiron të ndaloj, ne nuk jemi absolutisht dakord, duam të vazhdojmë. Pra referuar Gazmenbardit. Po zoti Bardi, ka qenë aty në ambientet e asaj KZAZ-ja, apo ju keni folur vetëm me zëdhënësin e... Prandaj, po pikërisht pra, fakti që zoti Gazmenbardi nuk ka qenë asnjë moment në këtë proces deri tani këtu në ZAZ-ën 60, na ka detyruar që të komunikojmë me zëdhënësin e tij, kolegun ton në Everest Dedaj. Po ndërkohë vetëm Luan Baçi ka qenë? Ritheksoj, po, Luan Baçi pranverë ka qenë gjatë gjithë kohës dhe duhet ta theksoj këtë që zoti ndërprerja e procesit në ZAZ-ën 60 është bërë menjëherë pasi në ZAZ-ën 60 në ambientet e shkollës Jana Qiliza ka mbritur zoti Luan Baçi. Pak minuta më vonë pastaj kemi pasur një ndërprerje të procesit. Këtë mund ta konfirmojnë sepse kemi qenë gjatë gjithë kohës me kolegun Bujar Peca pikërisht në ambientet e shkollës Jana Qiliza këtu ku vazhdojmë ndodhemi. Ritheksoj edhe një herë tjetër që bëhet fjalë jo vetëm se fillimisht raportova ndërprerjet e procesit në shkollën Jana Qiliza këtu ku jemi ne, por në fakt komunikimi i fundit me zotin Everest Dedaj, zëdhënësin e Gazmenbardit, është që vendimi është unanim për të 3 ZAZ-t e qytetit Fierit. Nuk e di se çfarë do të ndodhë realisht edhe në Patos, Roskovec, Mallakasër, sepse edhe atje u lajmërua ndërprerja e procesit pak më herët, por atje pretendimi i parë ishte lodhja, që është normale të jetë e tillë, patjetër, nëse mendon që do të rikthehesh në orën 12 mesditës, por lodhja besoj që nuk mund të jetë e tillë si justifikim pranverë dhe këtë patjetër që e kam edhe një lloj sensibiliteti për gjithë qytetarët që po kanë detyrimin të njohin rezultatet e votimit, por pa diskutim edhe për mediat të cilat janë këtu për të shërbyer transparencës publike, dhe kjo nuk është normale, absolutisht nuk është normale. Por ne duhet kuptojmë diçka më shumë, nëse është një vendim pranvera vetëm gjë të fundit. Më lejo ta përmend këtë. Në rast të se do të kemi edhe në Patos, Mallakasër dhe Roskovec shtyre të mëteshme të procesit, atëherë do të thotë që i gjithë qarku do të futet, praktikisht i gjithë qarku do të futet në kaos sa i takon procesit numërimit, sepse edhe në Lushe ka pasur manovrat të kësaj natyre, sikurse ajo përmendën në lidhjen e mëparshme. Kaq për tani. Të falenderoj shumë. Si na kalojmë në Vlorë, është kolegu Edvin Kulluri. Kulluri, përshëndetje. Mirdita. Përshëndetje. Si është situata në Vlorë, Kullur? Si kudo. Ti garon në logon e koalicionit Djathtas për zhvillim. E prisje këtë lloj rezultati deri tani? Ja. Çfarë ka ndodhur? Çfarë mendon se ka ndodhur? Në spari duhet pranoj që rezultati jonë është shumë i dobët. Nuk ka që këpër parashikimi, por si mund të kemë ngritje unë apo Arbi në butit saktuara, në qëllat saktuara, po ta them kemi dështuar me sukses. Dhe ti e di që unë nuk kam doreza, kështu që. Po çfarë mendon se ndodhi? Ishte kjo pritshmëria pra nga kontakte që ju keni nga fushata që kishit në terren, kishit të lloj pritshmëria apo më shumë? Ja. Personalisht jam pritur shumë mirë në çdo tavolinë, në çdo ambient, me respektin për gjërat që unë dija që kam bërë, që besoj kam mbajtur qëndrime të drejta, nuk heq asnjë presë qëndrimet mia në gjithë vite, fare pranvera, por me sa duket, populli shqiptar është një hap para nesh, ne jemi të pavëmbetur në moralin që u ka menduar që i takon Djathtës, që nuk do të ishte kjo. Tu ka dështuar gjithë opozita, s'kemi dështuar ne, jemi qartë. Okej, kalojmë te kjo pjesa. Kalojmë te pjesa tjetër, pra pasi e pranove rezultatin, ju do ta pranoni rezultatin. Unë po ta pranoj që tani live, ose nuk shkalloj.
Qëndrojmë tek opozita tani dhe tek gjendja e opozitës në total, në të gjithë Shqipërinë, por edhe në qarkun e Vlorës. Besoj se je njohur pavarësisht se je, po. Po, në vjetë përgjithshme disë edhe eksperienca më bënë që ta kemë edhe zojtë qyte 20 kutit e pare, këtu ku jam në Palatën e Sportit, është një humbje e opozitës, është humbje e thellë e gjithë opozitës, pavarësisht se në një parti e re mund të marri 2, 3 apo 4 mandate, prapë është dështim total. Pra në momenti që nuk ka rotacion, opozita ka dështuar. Ka dështuar mbas 12 vjetësh. Dhe kjo është e patolerueshme për opozitën. Pse mendon se ka dështuar opozita? Pse mendon se ka dështuar opozita Vingulluri? Sepse në fakt është e çuditshme, nëse i referohemi rezultateve, kam përshtypjen se në 2013 duhet ketë pasur 83 mandate Partia Socialiste. Nuk e di, ndoshta edhe nga të ftuarit në studio. Jo, bashkë me LSI-n. Po pra. Bashkë me LSI-n. Bashkë me LSI-n 83 mandate. LSI-n kishe 19 mandate, 20 mandate. Po pra. Ndërkohë që në 2 zgjedhjet e tjera, në 2019-ën, 2017 dhe në 2021 ka pasur nga 74 mandate, rikthehet në rezultatin e në 2013-ës me 83 mandate. Pse kjo fitore kaq e bindshme e Partisë Socialiste? Jo, kjo është një humbje shumë bindse e opozitës. Nuk është fitore bindse e PS-s. Unë këtë tezë kam mbajtur që nga viti 2013, që nga viti 2017 në mbas, jemi qartë. Shiko, humbja me 23 mandate e Partisë Demokratike në vitin 2017 është varri i opozitës dhe arkivoli hapur, i cili tani i vjetë ka paku, i dhe ngurët, i dhe të lërë. Po, deka ka ndodhur që në atë kohë. Dhe natyrisht që përgjësimë të madhe ka leadershipi i Partisë Demokratike, sepse në çdo shtëpi babai ka përgjësi dhe për fëmijët. Problemi është që PD-ja na mori të gjithëve me vete. Varrosi vetën, na varrosi ne, që kemi dalë nga PD-ja, u ka dhënë një farë vote disa partitë të reja, të cilat prapë me ato 2, 3 apo 4 mandate nuk sejnë do të asnjë ndryshim. Deri tani vetëm Partia Social-Demokrate të Mdoshit ka 3 mandate, të gjitha forcat e tjera kanë nga 1 mandat. Për Social-Demokrate e di që mund të sejnë ndryshimin e madh Shqipëri, po çfarë të them ti do. Se mendon se qytetarët shqiptar të lodhur nga klasa politike, nga 2 forca të mëdha, nuk shkuan drejt forcave të reja? Ku dështuan forcat e reja? Socialistët, shiko, si rregull elektorati socialist solidarizohet me partinë, nuk lodhet shumë. Ata lodhur vetëm në 92 pak me shoku Ramiz, pastaj nuk e ndjekje shumë të lodhur, fatkeqësisht e them me ironi, sepse PS-ja duhet votojë më pak se kaq për hir të keq qeverisjes, jo sepse e meritonte opozita, por ne nuk kërkojmë dot llogari Partisë Socialiste pse mbledh vota. Ne duhet kërkojmë llogari opozitës pse ka ngrënë veten e saj gjithë vitet dhe ka ngrënë dhe veten, ka ngrënë dhe bijtë e saj, ca të mirë e ca të këqij, po shiko, nga sot Shqipëria nuk ka më opozitë, ku ka rënë sistemi përfundimisht. Ka rënë sistemi politik. Kjo fitore sot në PS-s është kriza më e thellë që nuk po mbaron në fakt, është një krizë që ka zgjatur për 8 vitesh që nuk ka fund. Ka një shprehje në Vlorë, dil o lum e merr mejdan. Pra të dalë lumi e të marri ç'gjen para rrugëve e sheshit. Sepse kjo opozitë është katastrofë, është opozitë pa përgjegjshme, po doni të puzë veten, po nuk dieni përgjithësi. Sepse çka ka kërkuar pranvera? Ka kërkuar përgjegjshmëri, mbajtje llogarie, projekt politik, frymëzim, gjëra që PD-ja si bëri kur. Dolëm me vete, e provuam ne të mbronim shumë teza, si çështja pronës, qeverisja lokale, listat e hapura, dështuam po njësoj. Pra dështuam dhe ne që kishim të drejtë, dështuam ata që ishin gabim. Pra ky është dështim total i të gjithëve. Kjo është çështja. Unë po ndalem pak në qarkun e Vlorës, dhe po numëroj votat që janë marrë deri tani. Partia Socialiste ka 20.037 vota, Partia Demokratike ka 10.099 vota, Partia Mundësia, po numëroj vetëm forcat politike të cilat janë larguar nga Partia Demokratike. Partia Mundësia ka 1.238 vota, Lëvizja Koalicioni Euroatlantik ka 160 vota dhe Djathtas për Zhvillim ka 78 vota. Pra edhe nëse mbledh votat e Djathtas për Zhvillim, edhe nëse mbledh Koalicionin Euroatlantik, edhe nëse mbledh Partinë Mundësia, sërish të gjitha bashkë të bësh, Partia Socialiste është më shumë se sa kaq.
dalim të ajo që ta shumë. Tu ka dështuar gjithë opozita. Me të ri, me të vjetër, me rebel, me konformist, me servila, me bura, me gra, me ftyr, pa ftyr, kanë dështuar gjithë. Pra kjo është dështim total i opozitës dhe po flasim për vitin e 12 pranvera. Më kupton, nuk është se po humbim zgjedhje para mas kemi dalë në opozitë. Janë zgjedhjet e treta në opozitë. Çfarë do të ndodhë? Katastrofë e pa dëgjuar. Çfarë do të ndodhë? Do shohet fare asnjë nga ne nuk e bën dot më këtë punë. Fatkeqësisht mos duken pak incituar, po u për vete e shoh shumë vështirë të qëndrojmë në politikë. Nuk kam si qëndroj, pavarësisht se nuk ndjej përgjegjësi morale, po them ndonjëherë. Por me sa duket, dhe kam të gjithmonë, nuk ka rëndësi vetëm me drejta në politikë, ka rëndësi dhe rezultati. Sepse unë duhet të qëndroj gjithmonë për parime, për cilat kam folur. Ta parime politike nuk janë të mira. Do ketë një reflektim mendon nga ana e leadershipit të opozitës? Dhe kujtë, PD-s. Po, i referojmë Zotit Berisha. Sali Berisha do mbaj përgjegjësi, atëherë vetëm në rast se Totorina do Me këtë batutë, me këtë batutë përshëndet shumë Kullur. Të falenderoj për këtë lidhje direkte, falenderoj Alma Çelën e cila është në Vlorë. Shkojmë tek Esido në Shkodër. Esido, përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje. Çfarë po ndodh në Shkodër? Me fakt ka përfunduar dhe numërimi i votave në qytetin e Pukës, konkretisht kanë përfunduar numërimi i votave të 18 qendrave të votimit dhe rezultati final për Pukën janë 2034 vota për Partinë Demokratike, 43.8% në total të votave për kthyer në përqindje, Partia Socialiste me 1572 vota, pra 33.85%, dhe forca e tretë është Partia Socialdemokrate me 930 vota, 20.03%. Ky është rezultati sa i takon bashkisë së Pukës në total 18 qendra votimi. Ajo që bie në sy në fakt janë disa parti të vogla të cilat kanë marrë 0 vota, duket se edhe vetë kryetaret e tyre pra nuk kanë votuar për subjektin e tyre politik. Kjo ngjelet me pas për të certifikuar nga vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndërkohë që ndodhemi në KZZ numër 1, pra në zonën e Koplikut, e cila mban malësinë e madhe, dhe në këtë momente rezultatet e paktën për numërimin e votave ka qenë me një proces të ngadalë. Në këtë zonë, pra në këtë KZZ numër 1 ka nisë numërimi i votave rreth orës 2 të mëngjesit të kësaj të hëne, ende nuk ka përfunduar asgjysma i këtij procesi. Aktualisht si flasim janë numëruar 26 kuti nga 72 në total, ku është Partia Demokratike me 1680 vota, 31.52%, Partia Socialiste me 2567 vota me 48.16%, ndërsa Partia Socialdemokrate me 862 vota pa 16.17%. Në KZZ numër 1, pra në zonën e Malësisë Madhe, kryeson Partia Socialiste, e cila ka një diferencë relativisht pothuajse me 1000 vota me Partinë Demokratike. Sa i takon me pas bashkisë së Shkodrës, e cila mban dhe numrin më të madh të votuesve në qarkun e verior, pra në qarkun e Shkodrës, është Partia Demokratike me 10.862 vota, 43.63%, Partia Socialiste me 9.853 vota, 39.53%, ndërsa Partia Socialdemokrate me 9.93% dhe përkthyer në vota në 2472. Esido, të falenderoj shumë për këtë raportim, ndoshta pas reklamave mund të rilidhemi sërish së bashku për të analizuar sërish Shkodrën, por duhet të shkoj në pak reklama, ndërkohë falenderoj Indirit Sefën që ishte këtë paradite me ne në studio. Faleminderit.